Besniku punon si laborant në një kompani të dezinfektimit e që vepron sipas tenderëve në komunat e Kosovës. Gjatë punës së tij në laborator, Besniku testoi dezinfektuesit që do të përdor kompania dhe zbuloi që ata dezinfektues ishin shumë të fuqishëm dhe shumë të dëmshëm për natyrën, insektet, kafshët, bimët dhe njeriun. Arsyeja pse kompania kishte zgjedhur këta dezinfektues ishte kosto e tyre e lirë, por dëmi i tyre ishte i pashmangshëm. Andaj Besniku vendos që të raportoj për këtë situatë. Pas këtij raporti, Besniku ftohet nga drejtori i kompanisë dhe i kërkon që mos ta publikojë këtë raport me arsyeën se kemikatët që përmbajnë dezinfektuesit do të zhduken me shiun e parë dhe se këta dezinfektues do të futen sa më shpejt në përdorim. Por Besniku nuk dorëzohet dhe dëshiron që ta raportojë këtë rast. Si duhet ta bëj sinjalizimin dhe kujt duhet i drejtohet? Në këtë rast, Besniku vendos të bëj sinjalizim publik, t'i drejtohet mediave ose OJQ-ve të ndryshme dhe t'i tregoj për rrezikun që do të shkaktojnë ata dezinfektues në natyrë e në komunitet dhe të ndërmerren hapa për ndalimin e dezinfektimit të dëmshëm hapësinor.